Ngjarja tragjike që ndodhi në fshatin Bulgarec të Korçës, ku mëngjesin e sënjtes trupi i 78 vjeçarit Gëzim Via u qeti pa jetë në një prej dhomave të banesës së tij. Trupi u zbulua nga fqinjët pas sinjalizimit të punonjësit të postës, i cili kishte shkuar për shpërndarjen e pensionit dhe nuk kishte marrë përgjigje nga viktima. Ekspertiza mjekoligjore ka zbuluar një plagë të thellë në kokë të 78 vjeçarit, i shkaktuar nga një mjet i fortë dhe ka konstatuar se dyshohet për një përleshje fizike përpara se i moshuarit të qellojë për vdekje. Policia nuk ka arritur enden të identifikojë mjetin me cilën u krye vrasja dhe po vijon kontrollet në vendin e ngjarjes. Fqinjët e Gëzim Viës e përshkruan atë si një person të qetë dhe pa konflikte. Policia ka marrë në pyetje familjarët dhe të afërmit, por deri tani deklarimet nuk kanë dhënë drejtim për identifikimin e autorit. Ekspertët e kriminalistikës dhe hetuesit vijojnë punën për të zbuluar rrethanat dhe motivet e vrasjes, ndërsa fshati mbetet i tronditur nga kjo ngjarje e rëndë.